Përshëndetje, sot do t'ju tregoj si të bëni aplikimin për Kinderzuschlag. Dy nga format më të thjeshta, njëra është të dërgosh të gjithë dokumentat, duke i printuar dhe dërguar me post, dhe tjetra është që të gjithë dokumentat t'i ngarkosh online dhe të dërgosh vetëm një letër me post. Për më tej qëndroni me mua. Shkojmë tek Bundesagentur für Arbeit dhe kërkojmë Kinderzuschlag beantragen. Kinderzuschlag beantragen dhe do arrim këtu. Këtu ka dy forma. Kinderzuschlag beantragen mit Anmeldung, që është me kartë online, dhe forma tjetër më e këshillueshme është Kinderzuschlag beantragen ohne Anmeldung. Ne zgjedhim këtë dhe na hapet kjo faqe. Këtu plotësojmë të dhënat tona personale, sigurisht të nuk janë dhënat vërteta, është thjesht për të bërë një shembull. Vendosim datën e lindjes, adresën e shtëpisë këtu në Gjermani ku jetojmë. Shtetësinë, këtu janë të dhënat e kontos bankare, ndërsa këtu poshtë është numri i Kindergeld. Të thoni ju ku do ta gjejmë ne këtë numrin? Aty tek letra që të ka ardhur për Kindergeld, lart fare, e ke të vendosur në një cep. Pastaj shkojmë më poshtë me gjendjen familjare, zgjedhim i martuar. Këtu më poshtë do të vendosim datën që nga kur jemi të martuar. Këtu tregon nëse fëmia është i përbashkët apo jo me partnerin që ke aktualisht. Dhe vazhdojmë te pjesa e dytë. Atëherë i ka përcejnë këto dhe ne na intereson kjo vonë situacion. Nëse ke shtëpinë tënde apo je me qira, marrim rastin që je me qira dhe klikojmë këtë. Dhe nëse merr lek për shtëpinë, të quajturat Wohngeld, klikon ja, në rast të kundërt, nein. Këtu po shpyet nëse kemi ngrojen qendrore apo jo. Ne klikojmë këtë këtu dhe kalojmë te faqja tjetër ku fillojmë të japim të dhënat e rrogës, sa ne fitojmë. Nëse edhe ti dhe partneri jeni të dy të punësuar, atëherë klikoj të dyja, në rast të kundër vetëm për personin që është i punësuar. Te kjo kutia shkruajmë sa kilometra ne bëjmë për në punë, për ty ose për partnerin. Gjithashtu këtu poshtë klikojmë nëse kemi KFZ Haftpflichtversicherung, që ka të bëjë më shumë me pjesën e makinës. Nëse të dy keni dy makina veç, klikoje për të dy. Nëse keni vetëm një makinë, klikoje vetëm për njërin. Gjithashtu mund të klikosh dhe tek kostot që ti bën nga shtëpia për në punë me mjete publike të transportit. Mund të bësh nëse ke versicherung ekstra, siguracione ekstra, ose nëse paguan Kinderbetreuung kosten ekstra, do me thënë çfarë ti ke ekstra, klikoji. Kjo këtu pyet nëse fëmia ka ndonjë pasuri më njanë që ti e shfrytëzon në favor të fëmisë, në rastin konkret ne themi jo. Këtu do japësh të dhënat për fëmijën. Ti ke të drejtë që këtë formular që po bën sot ta plotësosh derisa fëmia të bëhet 25 vjeç. Prandaj këtu ti shikon mein Kind, nëse fëmia im është i martuar, ka fëmijën e vet apo jeton me partnerin, bën studime ose ndjek një shkollë profesionale, por në rastin siç është rasti konkret që fëmijët janë të vegjël, janë çerdhe ose kopshte, kliko tek Keine der Angaben trifft zu. E fundit, do me thënë asnjëra nga këto nuk është rasti jot dhe mund të shkruash aty tek hapësira Kita. Pjesa tjetër më poshtë është si fëmia transportohet për në shkollë, ke gjitha format, nëse ti ke një formë që e dërgon fëmijën në shkollë me makinë ose gjëra të kësaj natyre, i klikon te formulari më poshtë. Tek faqja e 5, këtu siç e shikoni janë të gjithë dokumentat që ne duhet të bashkangjisim
me formularin, shkojmë në fund të faqes dhe klikojmë vajtër për të faqja 6. Tu rikontrollojmë dhe njëherë të dhënat nëse kemi bërë ndonjë gabim apo jo. Në rast se çdo gjë është okay, te kutia ku shkruan Hinweis, ke një kuti të vogël fare aty poshtë, të cilën duhet ta klikosh se ka të bëjë me përdorimin e dhënave nga zyra e Kinderzuschlag. Tani që jemi tek faqja e fundit fare, besoj se e shikon atë kutinë e kuqe druken, kliko aty dhe të shkarkohet menjëherë në kompjuter. Këtu është i gjithë formulari që ti ke plotësuar. Duhet ta printosh të gjithin, bashkangjit dhe dokumentat sipër përmendura dhe i dërgon me post tek adresa ku ndodhet në qytetin tënd kjo lloj zyre. Sekreti ndodhet te kjo QR code. Nëse don ta plotësosh dhe ta bësh jetën më të thjeshtë, po të klikojmë këtu direkt, ne dalim te kjo faqe. Dhe na pyet për çfarë po aplikojmë, për Kindergeld apo Kinderzuschlag. Në rastin konkret, zgjedhim Kinderzuschlag, tu plotësojmë dhe njëherë të gjithë të dhënat tona. Ky është versioni më i thjeshtë për ta bërë online në rast se nuk ke printer ose nuk mundesh, e çon direkt online dhe her pas here ndodh që përpunohet edhe më shpejt se nëse e çon me post. Shumë e rëndësishme është të vendosim në fund numrin e Kindergeld. Do vendosësh gjithashtu dhe IBAN-in e bankës ku don të të vinë lekët. Klikojmë dhe shkojmë tek faqja tjetër. Në këtë rast, ne na duhet të shkojmë tek kutia e fundit. Ich möchte Unterlagen einreichen ose upload. Ti të gjithë dokumentat që ke, rrogën apo çdo gjë, ti ngarkosh online, klikojmë te dokument auswählen, do të thënë zgjidh dokumentat që do të dërgosh, klikojmë këtu, dalim tek kompjuteri jon ku i kemi ruajtur dokumentat, zgjedhim ato 5-6 dokumenta që na duhet t'i dërgojmë, i ngarkojmë, shumë e rëndësishme, lart shkruaj numrin e Kindergeld, që ato ta dinë për çfarë çështje bëhet fjalë. Në momentin që i kemi ngarkuar të gjithë dokumentat, shkojmë tek katrori i kuq dhe dalim në faqen tjetër, zgjedhim katrorin e fundit, Ohne online identifikacion fare, do të thënë të fundit fare. Klikojmë aty, tek faqja tjetër, na dalin dhe një herë të dhënat tona, dokumentat që i kemi futur dhe është okay. Sigurisht klikojmë to 3-4 orët e vogël dhe klikojmë te butoni i fundit. Kështu që na shkarkohet automatikisht tek kompjuteri jon kjo letër. Te kjo letër që sapo shkarkove, është e rëndësishme të kontrollosh edhe një herë të dhënat e tua, firmos në fund të dokumentit, shkruaj dhe datën. Dhe vetëm këtë letër do ta dërkosh me post tek zyra e caktuar. Duke qenë se Kinderzuschlag bëhet çdo 6 muaj, një nga alternativat më të thjeshta që dhe unë vetë përdor është me QR code. Nëse ti mendon që me këtë video mund të ndihmosh një person që sapo ka ardhur në Gjermani dhe e ka të vështirë ta bëj, Kinderzuschlag, dërgoja, pse jo mos të ndihmojmë njëri tjetrin. Nëse keni pyetje të mëtejshme, më shkruani në komentet në YouTube dhe unë do t'ju përgjigjem me shumë kënaqësi. Me informacionin e duhur, emigracioni bëhet më i thjeshtë. Abonohu që ta kalojmë këtë rrugë bashkë.